Pa njerëz, jeni ndjetë për çdo një të vuni, kjo është një darkë e thjeshtë, e shnetshme, e perfekte për gjithë familjarët. Darka për menu ka kocë me perime, kemi marrë 3 peshk kocë, më mrapa kemi brokoli, patate, kungull gjelle, karrot, koper, majdanoz në domatet qershi. Si fillim të morim peshkun dhe e presim kështu që të marinohet sa më mirë. Këtu më mrapa kemi prej shumë holl patatet, karrotën, kungullin e gjellës, një qep, një gjim të qepë në fakt. Domatet qershi, brokolin, koprin e majdanozin, dëshojmë normalisht vëjnë e ullinit, një luk kafje krep, në më mrapa dhe i përzim. Po, i kom shue në ashash në grim, i përzim gjitha bashk, nuk ka nevojë me vu dorza, se për vete jam të gatujt e për familjarët e mi, kështu që no dorza. Masi kemi marinu ato dhe veme në peshkun, në ngelet vetëm për me fajtë në furr, deri kur ta shefni sa është bë patatja e këto, dhe më thonë, shefnja vetë. Në kjo ishte darka jën, inshallah ka pëlqet, neve na bëf mirë, mos harroni që të bëni follow, që të keni mundësi me pa gjithë recetat që shpërndaj unë TikTok e Instagram.